Falenderimet janë për Allahun Gjelle Gjelalu, Zotin ton, falenderojmë për ti, ndihmë, falje dhe mbështetje kërkojmë. Atë njeri të cilin e drejton Zoti, askush nuk mundet ta humbas. Ai njeri që humbet rrugën dhe veten e tij, askush tjetër përveç Zotit nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahu Gjelle Sha'nuhu, një dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi i Zotit dhe është i dërguari i tij i fundit. Të nderuar besimtar dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Zoti ynë Allahu Gjelle Sha'nuhu thot në Kur'anin famlart për ata të cilët luftojnë besimin dhe fenë e Zotit, thot: ata mundohen dhe synojnë ta fikin dritën dhe nurin e Zotit me gojet e tyre, me frymet e tyre, por Allahu do ta plotësojë nurin dhe dritën e tij, edhe sikur kjo mos ju pëlqej jo besimtarve. Vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, të gjitha ditët janë të Zotit, por dita më e mirë tek Zoti është dita e Xhuma. Të gjitha vendet janë të Zotit, por vendi më i dashur tek Zoti janë xhamitë dhe faltoret e tij. Të gjithë njerëzit janë krijesa të Zotit, por më të dashurit e këtyre krijesave janë besimtarët. Janë ata të cilët me niyetet e tyre, me abdesin dhe gusulin e tyre, kanë lënë punët e tyre, kanë lënë dynjan e tyre dhe kanë ardhur aty të dalin përpara Allahu Gjelle Sha'nuhu, as për një interes të kësaj bote, as që dikush t'i lavdroj, as që dikush t'i shpërblej, por vetëm që të takohen me Zotin e tyre, të kërkojnë falje për gjunahet e tyre, e t'i luten Zotit për kënaqësinë e tij në këtë botë dhe për xhenetin e tij në botën tjetër. E lusë Allahun Gjelle Sha'nuhu për veten time dhe për ju, ta pranoj Zoti për secilit për nesh namazin e xumas, ta bëj të xuma falje për gjunahet tona, për ato që i dimë, ato që nuk i dimë i kemi harruar. Ta bëj Zoti këtë xuma zbutje për zemrat tona, lehtësim për hallet, sikletet dhe telashet tona. Ta bëj Zoti këtë xuma sebeb që të na mbaj Zoti gjithmonë në mexhliset e hajrit të tij në këtë botë, e të na bashkojë të gjithë dhe bashkë me në krye profetin ton dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në mexhlisin më të mirë, dhe mexhlisi më i mirë është mexhlisi Allahu Gjelle Sha'nuhu, është xheneti, falja dhe mëshira e tij. Allahumma amin. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Allahu Gjelle Sha'nuhu është pronari i fesë, është ai që e zbriti fenë, është ai që e ruan dhe e mbron fenë e tij. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne jemi ata që kemi zbritur Kur'anin dhe ne jemi ata që do ta ruajmë e do ta mbrojmë atë. Profetët e Zotit, dietarët, hoxhallarët, reformatorët, xhamati, besimtarët dhe besimtarët, ata nuk janë pronarët e fesë, nuk janë zbritësit e saj. S'ka kërkuar Zoti prej tyre që ta ruajnë ata fenë. Zoti prej gjithë këtyre ka kërkuar që ata ta transmetojnë fenë e tij të pastër e të qartë, të ftojnë për fenë e tij me fjalët më të mira të mundshme, e ta zbatojnë fenë e tij në formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. O ma ala rusuli illa al-balagul mubin. Dhe profetët nuk kanë detyrë tjetër përveç se transmetimin e qartë të mesazhit hyjnor. Nuk i kërkohet asnjërit prej nesh që dali ai Zot dhe të ruaj fenë Allahu Gjelle Sha'nuhu, fenë e ruan vetë Zoti i gjithësisë. Në Kur'anin famlart, Zoti Islamin, besimin dhe fenë e tij e shëmbëllen me një pemë e cila rrënjët i ka thellë në tokë, trungun e ka të fortë dhe e ka lart në qiell, me një pemë e cila jep frutet e saj në çdo kohë, i jep ditën, i jep natën, i jep në verë, i jep edhe në dimër, i jep këtu në ulqin në çdo vend ku ka musliman. Kjo është shembulli i fesë Allahu Gjelle Sha'nuhu. Ndërsa shembulli atyre njerëzve që mundohen ta luftojnë fenë e Zotit, që mundohen të bëhen armiq të kësaj feje, është si shembulli i njerëzve që mundohen t'i godasin frutet e kësaj peme. Mundet t'i dëmtojnë frutet e kësaj peme. Mundet t'i thyen dhe degët e saj, ndoshta e dëmtojnë dhe trungun e saj. Por një gjë,
asnjëherë nuk mund ta bëjnë armiq dhe kundërshtarët të fesë. Asnjëherë ata, sikur të mlidhen gjithë bashkë me gjitha mundësitë e tyre, ata nuk i shkulin dot rënjët e kësaj peme. Sepse rënjët e kësaj peme, vëllezër dhe motra, nuk janë në tokë. Rënjët e kësaj peme janë lart në qiell tek Allahu xhalleshanuhu dhe janë thellë në zemrat e njerëzve dhe nuk ka forcë në botë që t'i shkuli rënjët e kësaj peme se i ka garantuar vetë Allahu xhalleshanuhu. Përsëri në një ajet tjetër Zoti e shëmëllen fenë dhe besimin e tij me nur, me dritën e Allahu xhalleshanuhu. Nuk është dritë e zjarrit, nuk është dritë e yjeve dhe e dijeve, por është drita nuri i Allahu xhalleshanuhu. Mundet që armiqtë të fesë të ndërtojnë mure të larta për të penguar shikimin e kësaj drite dhe të këtij nuri. Mundet që armiqtë të fesë të ecin mrapa, të ndjekin, të dënojnë dhe të burgosin besimtarët. Mund bëjnë dhe pluhur edhe mjegull që njerëzit mos e shohin nurin, por një gjë kurrë nuk mund ta bëjnë. Ata nuk mundet kurrë që me frymët dhe gojet e tyre ta fikin nurin dhe dritën e Allahu xhalleshanuhu. Historia do t'ju tregojë atyne që gojet e tyre do të lodhen, pshtyma e tyre do të thahet, lapsat atyre që shkruajnë kundër Islamit do të thyhen, ata do të kalojnë e do të ikin prej kësaj jete siç kanë ikur dhe shumë të tjerë, e nuri i Allahut mbetet aty, thjesht janë lodhur dhe kanë humbur dynjan dhe ahiretin e tyre. Vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, historia është dëshmitari më i qartë që nuk fiket nuri i Zotit, kur nuk shkulen themelet dhe rrënjët e kësaj peme. Kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shkoi nga Mekka në Taif me shpresë se ata do ta pranojnë, me shpresë se do t'i hapin dyert e shtëpive dhe dyert e zemrës, ata u sollën shumë keq ndaj njeriu më të mirë, ndaj pejgamberit më të mirë, ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E ofenduan atë, e pshtyn atë, e gjakosën dhe e dëbuan atë. Ata menduan se me punët që po bëjnë do ta fikin dritën e Zotit dhe thanë i erdhi fundi i Islamit, ky njeri, Muhamedi alayhis salam, nuk ka më derë, nuk ka më vend ku shkon, por nuk shkoi shumë gjatë. Allahu xhalleshanuhu e mori pejgamberin e tij, e ngriti në Miraj, e çoi në qiell dhe i tha: o Muhammed, ty ti kanë mbyllur dyert e tokës, ndërsa unë po të hap dyert e qielleve dhe shumë shpejt kam për të hapur përpara teje dhe dyert e tokës. Kur e dëbuan profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë, ata thanë: "Shqyr ram rahat për këtë njeriu, sot ai iku u largua prej nesh, sot mbaroi dhe Islami." Por nuk shkoi shumë gjatë, u kthye Islami me krye profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Medina në Mekë, edhe më i fortë dhe më i ulëzuar. Ndërsa kur vdiq profeti Muhammed alayhis salam, përsëri armiqtë e besimit thanë: "Ram rahat për këtij, vdiq ai dhe do të vdesë Islami bashkë me të." Por Islami vazhdoi dhe më i fuqishëm mas vdekjes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tatarët dhe mongolët kanë bërë krime të paimagjinueshme në historinë islame. Ata ku hynin e digjnin dhe shkatronin një vend, vranë aq shumë njerëz, pleqe, plaka, trinje, treja, sa që thua që gjaku i njerëzve të pafajshëm i mbulonte thundrat e kuajve, i dogjen librat e muslimanëve, e vranë kalifin e tyre, e futën në thes atë dhe e shëtitën në përpazar djathtas dhe majtas, thanë: "Sot vdiq Islami, nuk ka më Islam." Por kaderi i Zotit çoi që shumë shpejt këta që u munduan ta shkulin Islamit prej rrënjve, ta vetë u bën musliman, edhe mongolët, edhe tatarët u bën musliman. Kryqëzatat kur hynë dhe i ranë kryqe tërthor vendeve të muslimanëve, thanë: "Ne kemi një objektiv, ti mbyllim derën përfundimisht këtij Islami, nuk ka për të patur më Islam pas ditës së sotme." Por kryqëzatat shkuan, Islami mbjetoi dhe u bë më i fuqishëm. Në vendet tona, sidomos nga shteti ku vi unë, në vendet komuniste, një ka qenë objektivi, që shteti, sistemi, regjimi do të kaloj si buldozer dhe ka për ta tharë çdo gjë, s'ka për të ngelur më as fe, as besim, as emër musliman. Por komunizmi shkoi dhe iku dhe Islami mbeti aty, sepse rrënjët e Islamit
nuk janë mbi tokë, por janë futura thellë në zemrat e njerëzve, janë tek Allahu xhalleshanu. Çdo njeri i cili mendon se me fjalën e tij, me libra që bën, me filma që bën, me islamofobinë dhe urrëtin që ka ndaj islamit, nëse ai mendon se ka për ta fikur dritën e Zotit, Islami i thot, mos u lodh kot, do të lodhësh ti dhe Islami do të vazhdoj, do të mbijetoj, se kjo është nuri Allahu xhalleshanuhu, po të mlidhen frymet e gjithë njerëzve, ata nuk mund ta fikin dritën e Zotit, se drita e Zotit nuk është dritë në tokë, po është dritë në qiell. Islami nuk vendos marrëdhënie armiqësore me asnjë person. Ai i fton të gjithë, i fton shqiptarët dhe jo shqiptarët, të bardhët e të zi, ata që e duan dhe ata që ndoshta nuk e duan, i fton të gjithë. Unë thot ju jap mirësinë e kësaj bote dhe mirësinë e botës tjetër. Nuk kam ardhur kundra jush, po kam ardhur për ju, për këtë botë dhe botën tjetër. Ju ftoj të hyni në hijen e kësaj peme, e të hani prej fryteve të saj, se keni për t'ja parë hajrin në këtë botën, botën tjetër. Ju ftoj të merrni prej nurit Allahu xhalleshanu, por nëse ju kundërshtoni dhe mendoni se me punët tuaj do shkulni rrënjët e do të fikni dritën e Zotit, vallahi veç do të lodhni veten tuaj, as rrënjët e kësaj peme nuk i shkulni dot, as dritën e Allahu xhalleshanu nuk e fikni dot. Bilali radiallahu anhu ishte një rob i thjesht, një skllav pa vlerë, pas një vlerë në Mekë. Po ku është dallimi mes Bilalit radiallahu anhu dhe Ebu Gjehlit e Ebu Lehebit, që ishin paria e Mekasve, paria e Arabëve? Ndryshimi është shumë i thjeshtë, vëllezër dhe motra, sepse Bilali ju drejtua nurit Allahu xhalleshanuhu, hyri në hijen e pemës së besimit, u strehua në hijen e saj dhe hëngri prej fruteve të saj, tha ku ka më mirë se nuri i Zotit. U largua prej kësaj dynjaje Bilali radiallahu anhu dhe emri i tij vazhdon sot e kësaj dite në 4 anë të botës. Muslimanët të bardhë edhe të zinja lënë emrat fëmijëve të tyre Bilali dhe themi radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, se ajo që bëri Bilali kur nuk harrohet, ai shpirtin dhe zemrën e tij ja drejtoi nurit Allahu xhalleshanu. Ku është emri e Ebu Gjehlit? Ku është emri e Ebu Lehebit? A ka njëri në botë sot që ja lën fëmijës së tij emrin Ebu Gjehl dhe Ebu Leheb? Ata kishin shumë pushtet, ata kishin shumë pasuri, por menduan se me pushtetin dhe pasurinë e tyre, menduan se do t'i shkulin rrënjët e këtij besimi dhe menduan se do ta fikin nurin dhe dritën e Allahu xhalleshanu. Elu Zotin e gjithësisë, që Zoti t'i mbushi zemrat tona me nurin e tij. Na mundsoj Allahu xhalleshanu të jetojmë në hijen e kësaj peme madhështore, pemës së besimit në këtë botë, të ham prej fryteve të saj, dhe Zoti siç na bashkoi në hijen e kësaj peme në këtë botë, ta bashkoi në hijen e arshit të tij në botën tjetër. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Vëllezër e motra besimtarë dhe besimtare, ndoshta njeriu do kishte dashur që gjithë njerëzit të ishin besimtarë, që të kishte vetëm miq dhe aleat të besimit dhe mos kishte kur kundërshtar dhe armiq të besimit. Kjo është dëshira jonë, ndërsa kaderi Allahu xhalleshanu ka caktuar diçka tjetër. Gjatë gjithë historisë njerëzore do ketë njerëz që hynë në hijen e kësaj peme dhe i drejtohen nurit të Zotit, por do ketë dhe nga ata tjerët të cilët e luftojnë të pemë, mundohen të shkullin atë dhe mundohen të hedhin pluhur mbi nurin e Zotit. Nuk është në dorën tonë, as drejtimi dhe udhëzimi i fëmijëve tanë, i njerëzve tanë më të afërt, madje, as udhëzimi i vetëve tona. Kjo është mirësia Allahu xhalleshanu, Zoti e zbret mirësinë e tij aty ku dëshiron dhe aty ku e sheh Allahu xhalleshanu të arsyeshme. Ajo që ka rëndësi, vëllezër dhe motra, është kjo që do të them. Mos mendoni se gjithë ata njerëz që janë kundërshtar të fesë të besimit, mos mundoni se urrejnë me zemër Islamin dhe besimin. Shumica e tyre nuk e dinë dhe njeriu është gjithmonë i armik i asaj që nuk e din, i asaj që nuk e njeh. Mos vini armiqësi me këta njerëz, por lutuni Zotit duke thënë: o Zot, më përdor mua për këta njerëz,
më bëj mua çelës për zemrat e këtyre njerëzve, ta largoj hijen, dyshimin dhe mjegullën dhe inshallah ai njeri bëhet musliman dhe besimtar nëpërmjet meje. Sepse po t'ishte puna kështu, të gjithë sahabët, shokët e profetit alayhis salam ishin kundërshtar të islamit, ishin kundërshtar të besimit dhe Zoti i tha profetit të tij: "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik." O Muhammed, me mirësinë dhe butësinë që të ka dhënë Allahu ty, ti udhëzove ata. Po të kishe qenë fjalë ashpër, zemër ngurtë, ata do të largoheshin prej teje. Por fjalët e ëmbla të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ajo fytyra e tij e buzëqeshur, ajo dëshira që këta njerëz të shpëtojnë në këtë botë dhe në botë tjetër, u bë sebeb që gjithë ta kundërshtarët e islamit të bëhen besimtar, madje të bëhen sahab, shokët më të afërt profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një prej këtyre personave, quhej Thumame, ishte pari i arabëve. E thoshte: "Objektivi im në jetë është një gjë, me gjithë pushtetin dhe pasurinë time, unë dua ta fik këtë dritë, unë dua ta zhduk Muhammedin dhe muslimanët." Por një herë ra peng në dorën e muslimanëve. E morën muslimanët këtë person që ishte pari i arabëve dhe e quan Medine dhe e lidhen në një qoshe në xhaminë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por për çdo ditë profeti alayhis salam shkonte dhe me fytyrën në gaz, duke i buzëqeshur, i thoshte: "Si ndihesh sot?" I shihte muslimanët teksa hynin në xhami, si flisnin me njëri tjetrin, çfarë komunikonin me njëri tjetrin. Kishte patur tjetër mendim për profetin alayhis salam dhe për muslimanët, por 3 ditë rresht, ama si peng lufte, kishte patur mundësinë të shikojë muslimanët. Mas 3 ditësh, i thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Je i lirë Thumame, mund të shkosh tek populli yt, vazhdo siç ke qenë." Ai u largua pak, lau trupin e tij dhe u kthye në xhami. Të gjithë u çuditën, pse u kthye ky person? Ai tha: "O Muhammed, betohem në Zot që fytyra jote ka qenë fytyra që kam urryer më shumë në këtë botë, ndërsa sot fytyra jote është fytyra që dua më shumë në këtë botë. O Muhammed, betohem në Zot që feja jote është feja që kam urrëtur më shumë në këtë botë, por sot feja jote është feja që dua më shumë në këtë botë. O Muhammed, betohem në Zot se kjo Medine, ky qytet është vendi që kam urryer më shumë në botë, ndërsa sot kjo është vendi që dua më shumë në botë." Dëshmoj përpara Zotit, dëshmoj përpara teje dhe këtyre muslimanëve: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu." Të gjithë bën tekbir, të gjithë u gëzuan. Çfarë ndodhi për 3 ditë? Për 3 ditë ky njeri pa që muslimanët nuk janë siç kishte menduar, pa që njeriu më i dhimbshur ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pa që njerëzit më të sinqertë, më të butë ishin shokët e Muhammedit alayhis salam. Dhe i tha: "Më jep leje të shkoj në Mekë, të deklaroj islamin tim përpara tyre dhe më jep leje të kthehem te populli im, që t'i ftoj ata për besim, se betohem në Zotin Muhammed, nuk e din njerëzit kush je ti realisht, nuk e din njerëzit çfarë është feja jote në vërtetë." Shumica e njerëzve janë pikërisht këta, vëllezër dhe motra. Prandaj lut Zotin e gjithësisë që fjalët tona, që sjelljet tona të bëhen sebeb që të largohen dyshimet nga mendja dhe zemrat e këtyre njerëzve. Ta bëj Zoti sebeb që nuri i tij të hyjë në zemrat dhe familjet e këtyre njerëzve. Të gjithë ne me një formë, me një tjetër kemi patur dyshimet tona, por kur mëshira Allahu xhalleshanu zbriti në zemrat tona dhe kur dikush u bë sebeb, ne kuptuam realitetin. Dërsa me ata njerëz se nuk do të bëhen kur musliman dhe besimtar, mos u merr me ta, se nuk është në dorën tonë, ajo është në dorën e Allahu xhalleshanu. Për këta ka thënë Zoti: "Inna shani'aka huwa al-abtar." Armiku yt o Muhammed ka përqen gjithmonë farsosur. Do të ikin armiqt, do të harrohen emrat e tyre, do të harrohen historitë e tyre, e këtu do të mbes emri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam si emri më i përhapur në botë, si njeriu më i ndjekur në botë, si njeriu më i dashur tek Allahu xhalleshanu. E lut edhe një herë Zotin e gjithësisë që ti mbush Zoti zemrat tona, familjet tona, shoqërinë tonë me nurin e tij. Na fus të gjithëve Zoti në hijen e pemës së besimit të tij, e të na përdor të gjithëve Allahu xhalleshanu, që fjalët dhe sjelljet tona të jenë sebeb që njerëzit të udhëzohen në rrugën e tij
edhe mos jenë sebeb që njerëzit të largohen për rrugës së tij. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi